mundësi. Nuk shef. Në këtë formë që shën raporti tash gjendja. Unë i përmenda disa elemente që pak ka ndryshu situata. Faktike janë elementet. Është zbutur pak gjuha, janë hequr pak vijat e kuqe, ja ka uruar zoti Kurti, zoti Hamza. Po mirë, ato janë formale. Abdi Gjiku është me fitoren e Prishtinës është pak më i shtensionuar për të shkuar në zgjedhje, por presionin e ka shumë ballë nga brenda dhe nga jashtë për të patur një sukses me partinë politike, eventualisht ai shihet si i dëshirueshëm nga lëvizja vendosur si elektorat për një bashkëpunim të mundshëm. Haradinaj po ashtu aty sillet. Vetëvendosja ka konfirmuar 5 komuna, mund të jetë përsëri faktor i rëndësishëm. Vetëvendosja aq sa e ka dëshiru koalicioni me LDK, unë mendoj që ashtë ka punu për mos me u bu, e mund shumë një koalicion. Se si ja testoj ke LDK-ja, me nëzonë 5 për vendosje. Fret, se ka patur timonin Grajinca, hajta shojmë Grajinca. Këta të gjithë Grajinca. Grajinca su ndërhyjet në politiko. Dakor, po nuk ka nivel. Nuk është niveli debatit kë. Nëse ti provon me ma imponu qëndrimin tënë, me imponu qëndrimin e ti. Po veç për ti ta krymë për vëllo? Po të përres një orë, që e merë edhe minutet e me folë, veç kur flasë më na. Ti e të folë, nësë jam të folë. Po jo po ndërhyjnë. Po ndërhyjnë. Grajinca jam duke dëgjuar u shumë. Je duke më dëgju, po më lejo që më do të më ju kthy para prakisht për me kallëzu që unë nuk përdori shifra jo të sakta. Po ta Mos ju kthen sa. Jo, pikërim. Po jo, se ju referun Bankës Botërore. Raporti i Bankës Botërore thotë se rritja ekonomike në Kosovë është 3.8 në 2025. Nëse po do me ta krahasu me 2024-ën, o kon 4.1. Në 2017 kur o kon LDK-ja në qeveri o kon 4.4. Nëse do me folë për rritje ekonomike. Tregus tjerë, veti qytetarët e Republikës Kosovës që shjetojnë. Ata sot edhe specat, edhe domatët, edhe vot i blenë ma shtrejt. Që kjo tregus. Po i blenë edhe në vendet tjera ma shtrejt. Po vendet tjera i kanë pogat më të nalta. Për koalicionin. Për koalicionet e mundshme. Hajde Grajinca presin. Ajo zgjedhja e presidentit të arshëm në atë variantën mendoj që nuk funksionon atë, sepse ne jemi republikë parlamentare dhe gjithçka duhet me shku përmes pushtetit. Përmes kuvendit. Përmes pushtetit. Ajo zgjedhja që thatë jo me votuar për grupe është diçka tjetër. Kush me kë Grajinca? Si mundsi? Kush me kë? O veç zbëhet, përsëri zbëhet. Përsëri është ngërç. Unë mendoj që ka me qenë ngërç. Nëse unë të doja që këta që për momentin janë opozit, sepse këtu s'ka qeveri, po gjithë janë opozit, po LDK-ja, PDK-ja edhe Aleanca mendoj që duhet me thirr arsyen, sepse në gjendjen aktuale s'kan qenë në nivel të dyrës, mendoj, sepse ka qenë dashur njëra me Lëshupe, edhe me provu me bot qeverinë. Si ka patur numrat? Po, nëse këta kanë pretenduar që i marrin prej LDK-s deputet, pse mos me pretendu këta që i marrin prej VV-s? Ti po thua është dashur të tregtojë. Pse mos me pretendu? Apo thonë jemi gjithë barabartë, apo thonë vota është e secilit. Ka qenë dashur me tentu. Ja çfarë doli sot, vetëm pak, doli para se me mendu. Po me lëvës ta përfundoj mendimin. Po në kuadër kësaj, sot Dardan Molliçaj, s'po marr referencë, po vetëm doli me një propozim, tha, e vetmja mënyrë për ta mposhtur qeverinë e zotit Kurti është nëse dilet me një platformë të përbashkët, një listë përbashkët opozitare, të hapur për biznes, të hapur për shoqëri civile, të hapur për media, të hapur për S'mund me donë me një listë, sepse partitë kanë dallime, edhe programore, edhe nuk është ide e mirë. Nuk është ide e mirë, nuk qëndron. Ajo i kishku shumë PDK-s me VV-n për shembull me një listë zgjedhore, të pos parasysh. Po, se një numër i madh njerëzve të PDK-s kanë shkuar në VV. Edhe nëse referohemi asaj, por PDK-ja